disa gabime që i bajnë njerëzit kur bajnë sejdë, kur të bajnë sejdën i bajnë shpesh këto gabime. Prej gabimeve që i bajnë njerëzit është kur të binë sejdë, binë kështu. Domethënë, i shef durt kështu. Nashta nuk i lëshojnë shumë kështu. Nashta krejt nuk i lëshojnë tokë. Mirë po i afrojnë shumë bryllat e tyne nga tokës. Binë kështu në sejdë. Kjo është gabim. Durt nuk guxon me kon kështu. Allah na ruaj sikur forma e qenit kur bjen në tokë. Kështu jo. Durt kur të bish në sejdë, duhet me kanë. Shif kështu? Po jo kështu. Shif kështu? Edhe i zgjeron krahët. Kështu. Shif? I zgjeron krahët. Nëse ki dikon të falë atër në rregull, i afron. Nëse ki dikon afër veti, atër i afron. Po jo kështu. Jo kështu. Vetëm i afron afër vetit. Kjo është një prej gabimeve që bëhet shumë shpesh. Tjetër gabim, kur ti vendos durt në tokë, jo me vendos kështu. Shef, kështu. Gishtat pegit bashkum edhe drejtume ka kibla. Jo kështu, kështu. E qartë? Ka njerëz që ka të binë sejdë, binë kështu edhe i harrojnë durt këtu. Edhe shkojnë kështu. A shef ku kanë me durt mbrapa? Jo kështu. Durtet me kanë përpara. Domethënë jo kështu, po kështu. Kështu, drejtume ka kibla. Tjetër, ka njerëz që kur të binë prej qëndrimin në kam në sejdë, i vendosin durt kështu, edhe në vend që mi vendos tani përpara, i harron kështu. Edhe bjen sejdë kështu. Shef? Kjo është gabim. Durtet me kanë përpara kështu në drejtim të krahëve. Shef? Kështu. Diçka tjetër që sheni, të rapej në kamit, binë me dur kështu. Edhe i drejtojnë pak vonë. Atë kuptimin bjen sejdë edhe i ka halo dur kështu. Jo, durtet me kanë drejt të lëshume në tokë. Jo me kanë kështu. Një diçka që zguxon me ndodhë. Kur të bish në sejdë, balli edhe huna do të me kanë në tokë. Shef kështu. Balli edhe huna në tokë. Jo kështu me ball krejt, ose jo kështu me hunë krejt, balli edhe huna njëjtën kohë në tokë. Jo me nërydhë shumë, mirë po me ka në tokë. Tash po mënona me tragua një formë tjetër që me pa ma mirë. Shif, kur të bjen në sejdë, balli edhe huna, pa e nërydhë shumë hunën, balli edhe huna me prek në tokë. E shef ma mirë kështu? Balli edhe huna preken në tokë. Edhe duar në tokë, edhe kamt. Gabimi tjetër është që kur të binë sejdë, i harrojnë kamt edhe kamt, gishtat e kamve shkojnë përpjet. Kështu nuk banë për shkak se Muhamedi a.s. thonë, ju mërdhru me ra në sejdë me 7 eshra. 1, kjo krejt 1, 3, 5, edhe kamt, 7. Ta është petregojna që shë bajnë gabimin të kamt. Ka njerës që kur binë sejdë kështu, shif, kur binë sejdë, i harrojnë kam kështu. Kështu shkojnë kama. Nështë një anë, nështë dyja, si të qoftë, shkojnë kamt, duhet me kanë kështu. Gishtat e kamë me provu me shiku për para, qasë sa ki mundësi, edhe jafran. Kjo është me e mira. Të qoftë, kujdes që jo me shku kamt kështu. E qartë? Jo kështu, për shkak se i urdhru që kamt me prek në tokë. Tash përderisa jam kështu, edhe gabimi tjetër, kur të binë në sejdë njerëzit, kujdes me teshat. Shumë shpesh shpluat kjo pjesë, kujdes me këta. Do me thënë, bish tesha ma gjata që kur të bish në sejdë, mos me të shplu kjo pjesa këto. Po besoj që kënë qarë që të gabime, Allah në ruajt e në falë prej gabime. Prej këtash, kujdes që mos me bak të gabime. Allah në ruajt e në animov gjithmonë. Gjaja e parë për të cilën kina më pyet ditën e gjykimit është salah. Assalamu alaikum.